Në urimin e tij arkipeshi i Shkodrës i mësoi Giovanni Peragjin tha se festa Pashkës është zemra e fesë e të krishterëve. Ai shtoi se Pashka nuk është vetëm kulmi i vitit liturgjik, por edhe kulmi i shpresës son, sepse Pashka është festa e shpresës për çdo njeri. Festa e Pashkës është zemra e fesë të krishterëve. Pashka nuk është vetëm kulmi i vitit liturgjik, por edhe kulmi i shpresës së son, sepse Pashka është festa e shpresës për çdo njeri. Në fakt, ringjallja e Jezu Krishtit është ngjarje vendimtare e historisë së njerëzimit. Pas vuajtjes dhe vdekjes së tij në kryq, Jezusi ngjallet duke filluar një jetë të re për të gjithë. Duke mundur mëkatin dhe vdekjen, ai na hap një horizont të ri jete, që nuk njeh më errësirën, por shkëlqimin e jetës së përjetshme. Pashka nuk është thjesht një përkujtim, por një përjetim i gjallë i së vërtetës më të thellë. Zoti është me ne dhe jeta është më e fortë se vdekja. Kjo është arsyeja pse zemra e njeriut, sado plak të ketë, nuk rresht kurrë së shpresuari. Këtë vit Kisha Katolike po përjeton një vit jubilar që ka si temë shtektar të shpresës. Në këtë kontekst, festa e Pashkës merr një domethënie edhe më të thellë. Krishti i ringjallur është themeli i shpresës së son dhe burimi i çdo rilindje të re. Në një botë të plagosur nga pasiguritë, konflikte dhe frika për të ardhmen, jemi të ftuar të bëhemi dëshmitar të shpresës që nuk zhgënjen. Le të bëhemi shenjë shprese në vendin tonë. Arsye shpresës për ata që vuajnë, për ata që kanë humbur orientimin dhe për ata që ndihen vetëm. Pashka nuk është thjesht një ngjarje e së kaluarës, por një realitet që na thërret të jetojmë sot si njerëz të shpresës, edhe në vështirësitë e jetës së sonë. Një mesazh e kishte edhe për klasën politike në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Në këtë kohë e Pashkës, vendi ynë po përgatitet të përjetojë një moment të rëndësishëm në jetën e tij politike dhe shoqërore me zgjedhjet e ardhshme. Qofshin këto zgjedhje një ringjallje vërtetë për mbar vendin. Qytetarët vendosin shumë shpresë në këto zgjedhje dhe nuk mund të zhgënjehen. Shqipëria ka nevojë për një zgjim të madh, një zgjim të ndërgjegjës morale, një gjallërim të jetës shoqërore, një ndryshim të thellë në politike dhe një gjallërim të shpirtit kulturor. Ky vend meriton të besojë në një të ardhmen më të mirë dhe ata që mbajnë pushtetin kanë përgjegjësi ta realizojnë. Këtë vit Pashka përkon edhe me Pashkën e vëllezërve tanë ortodokse. Bashkohem me ta duke i shprehur urimet e mia më të sinqerta. Pashkë qofshin për secili prej nesh një piknisje e re për të jetuar si bijë të dritës dhe për të ndërtuar së bashku një botë më të drejtë, më vëllezërore dhe më të mbushur me shpresë. Krishti u ngjall, më të vërtetë u ngjall. Alleluja.